Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të testojë inteligjencën artificiale për numërimin e votave në Bashkinë e Tepelenës. Deklarata është bërë nga kreu i KQZ Ilirian Celibashi, që shtoi se rezultati nga inteligjenca artificiale nuk do të jetë zyrtar. Testimi është i dyfisht, si për inteligjencën artificiale, ashtu edhe për numëruesit manual, pasi nëse ka mos përputhje rezultatesh, atëherë KQZ do të auditojë fletët e votimit për të kuptuar nëse në numërim ka gabuar diella apo njeriu. Besoj që maksimumi dreka e ditës nesërme do të jetë përfundimi i procesit të numërimit në të gjitha bashkitë, pra në të 5 bashkitë. Qartë si varet nga pjesëmarrja, por nëse pjesëmarrja do të jetë pak a shumë ajo e vitit 2023, të themi, me shumë mundësi do të aprofundojmë procesin e numërimit në mesin e ditës hënë. Për sa i përket numërimit të fletëve të votimit në Bashkinë e Tepelenës duke përdorur inteligjencën artificiale, po jap një informacion më shumë për momentin, më ndoshta do të ishte më dobi pak më vonë, por gjithsesi duke qenë se situata është pak më pak e ngarkuar tani edhe për ju për ta marrë informacion. Në çdo tavolinë numërimi ne kemi të instaluar kamera të cilat regjistrojnë gjithë procesin e numërimit të fletëve të votimit. Fletët e votimit vendosen mbi tavolinë, filmohen, sikurse është bërë dhe në zgjedhjet e shkuara. Ajo çfarë kemi bërë ne dhe ku e përdorim inteligjencën artificiale është që të gjitha këto lexime, filmime të fletëve të votimit nëpërmjet një programi kompjuterik i cili, po e them kështu, i cili bazohet në inteligjencën artificiale, do të bëj leximin automatik sistemi, kamera të fletës votimi. Pra, do ta kuptoj ky sistem, duke përdorur inteligjencën artificiale, se për kë është votuar. Dhe rezultati vjen automatikisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pa pritur që të bëhet tabulimi i rezultatit nga anëtarët e grupit të numërimit. Pra, çdo fletë votimi vjen dhe transmetohet leximi i kësaj fletës votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në serverat që janë instaluar atje dhe pastaj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Tani do duhet ta pranojmë këtë që jo shumë janë të familiarizuar me këtë inteligjencën artificiale në kuptimin që realisht çfarë do të thënie ka dhe se si funksionon, jo vetëm për çështjen e vlerësimit të fletëve votimit, por edhe për aspekte të tjera të përdorimit të inteligjencës artificiale. Në fundit është një program i cili të lehtëson për aspekte të ndryshme. Në rastin ton, për procesin e numërimit të fletëve të votimit. Komisioner, përshëndetje, Ergjys Qençi, News 24. Për sa i përket pjesëmarrjes, kishte një pyetje. Sipas të dhënave të deritanishme, në të 5 bashkitë janë, po citoj të dhëna nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 5.09%. Pa paragjykuar procesin e pjesëmarrjes deri në orën 18:00 kur do të mbyllen dhe qendrat e votimit, duket se pjesëmarrja duhet e ulët, nëse të vazhdojmë me këtë ritme. Mendoni se ndoshta ka vend tashmë me këtë reformë zgjedhore të pritshme që do të nisë së shpejti, që të vendoset një nivel i caktuar pjesëmarrje për të thënë në fund të ditës që po, këta kryebashkiak të zgjedhur dalin nga vullneti i qytetarëve